Se që të vim të çështja konkrete tona, u mendoj se Ministria e Jashtme u tregua tepër ngadalt. Qeveria shqiptare tregua indiferente. Në fillimet e konfliktit ndaj shqiptarëve të cilët qoftë për arsye të permanencës së qëndrimit, qoftë arsye të qëndrimit të përkohshëm për arsye nga më të ndryshme në zonë. Ishte opozita e cila ngriti këtë çështje në këtë komision, në Parlamentin shqiptar, në media, ku kërkoi që Ministria e Jashtme të dilte dhe të thoshe qartësisht të bënte transparencën përpara opinionit publik. Dhe bilesh përdor dhe shembull i Italisë dhe i ministrit Tajani, i cili vazhdon disa herë në ditë të dalë dhe të referoj për atë që po ndodh me qytetarët italian, mos gabohem, duhet të jenë rreth 20.000, 30.000, por në krahasim me popullsinë ku ne kemi mbi 3.500 afër 4.000, në raport me popullsinë i bie ne kemi ndoshta edhe më shumë, po tamam nuk e di të them drejtë nga ana aritmetike se si është raporti. Dhe për faktin sepse ata e konsideruan krizë, ne nuk e konsideruam krizë. Farnezina ka krijuar unitetin e krizës, jo një grup pune. Ka shumë rëndësi. Dhe emri që vije, sepse fakti krizë detyron qeverinë të financojë, të rimbursojë shpenzimet. Kriza është një koncept tjetër dhe një grup pune është një koncept tjetër. Dhe ju e dini shumë mirë që Italia krijoi unitetin e krizës, ka unitetin e krizës, që është në veprim, i cili ka arritur të transportojë të evakuojë disa mijëra qytetarë italian, ashtu si edhe Maqedonia ka vënë në lëvizje mjete fluturimi duke evakuar qytetarë Maqedonas. Ndërsa qeveria shqiptare lëvizi me shumë ponesë. Kjo është hera parë që ju realisht bëni një Ministria e Jashtme bën një paraqitje të gjerë të çështjes, po ndo thoya se është e vonuar shumë. Shumë e vonuar. Kjo tregon pikërisht indiferentizëm të thellë të saj qeverie ndaj shqiptarëve që janë në nevojë. Ndaj shqiptarëve që janë jashtë. As edhe sa është fondi që ka vënë dispozicion qeveria shqiptare për këtë çështje, nuk ka asnjë njoftim, unë nuk di të ketë. Parlamenti duhet zhvën në dieni që ditën e parë. Çfarë morin përsipër qeveria shqiptare? Sa njerëz, sa linja ajrore u morën me qera, me pagesë nga qeveria shqiptare për të transportuar? Ata që janë mbetur atje, siç po veproi Maqedonia, do thoja. E veriut. Jo më Italia. Unë mendoj se ajo e cila thuhet dhe u tha, kemi negociuar me këto vendet atje, okej, dakord. Por në mbështetja direkte e qeverisë shqiptare ka qenë pothuajse zero ndaj qytetarëve të saj në nevojë atje. Dhe ta dini, unë kam direkte persona që kanë qenë atje, edhe nga zona ime, nga qarku, të cilët kanë ardhur me shpenzimet tyre personale në rrugë të vështira, me shpenzime shumë të mëdha, dhe nuk ka asgjë nga shteti shqiptar. Ju do thoni vetë shkuan, unë jam dakord që vetë shkuan. Po prandaj duke quajtur krizë, do të implikohej shteti shqiptar në evakuimin e tyre, edhe nga ana financiare, jo vetëm thjesht organizative, që dhe kjo s'është bërë. Pra, kemi absolutisht ishte një situatë me gjithmonë e rëndë, do thoja, kur ne u detyruam të reagojmë si opozitë, në të gjitha mundësitë tona që kishim. Bile atë ditë ishte edhe dita që edhe juve kaluat në parlament, ishte në lozhë, kur u ngriti çështja në parlamentin shqiptar, s'ishin marrë akoma funksionet ministrit, sepse edhe qeveria flinte gjumë akoma. Qeveria flinte gjumë. Kjo është e pafalshme. E pafalshme. Është kjo çështje, kjo që ndodhi. Me një qytetar shqiptar të cilët në ato momente, pavarësisht se sa rreziku real mund të ishte, po nga ana dramatiteti që i madh. Dhe që realisht në ato momente ishten të ngelur si jetim. Dhe këtu është rëndësia
e reagimit të shpejtë të një qeverie. Sot, sot ka rënë tensioni, unë e di, është normale. Por problemi është reagimi me njëhershëm, që minutat e para, qëndrimi afër qytetarëve, përcaktimi fondeve, përcaktimi rrugëve, përcaktimi mjeteve, kontraktimi mjeteve të evakuimit, që bëjnë shtetet e tjera. Kontaktuat me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës bën integratë që thanë që nuk ka marrin përsipër evakuimin as qytetari tjetër tuaj, përveç të SBA-s. Unë flas ne. Pra këtu është çështja përsëri jemi një situatë, një qeveri e cila lënë analizë kryesore në qytetarët e saj. I konsideron si pabler. I konsideron absolutisht humb. Atë ka harron atë një nga detyrat kryesore të çdo qeveri të botës, kujdeset për qytetarët në përgjithësi. Nuk do të hyj shumë në diskutime qoftë në anët e tjera, por kjo është detyrimi i çdo shteti. Dhe shteti shqiptar i mungon diçka, edhe në këtë rast, thelbësor, siç i mungon në sistemin shkencor, si mungon në shtetin në elemente të tjerë, aspekti social. Shteti shqiptar është shteti më antisocial në Europë, që është sot. Më antisocial në të gjitha parametrat. Kjo është e vërtetë, dhe kjo gjë më duket se u verifikua qartësisht dhe në të krizë, që fatmirësisht nuk kishte dimensione shumë të mëdha, nuk ishte shumë e gjatë, po ajsa ishte e dhimbshme për ata që e psuan familjet e tyre, dhe duhej që shteti shqiptar të ndërhynte që në fillim, që sekondën e parë, me të gjitha mjetet, jo vetëm thjesht, duke bërë një deklaratë përgjithëse që bëri deklaratë e parë Ministria e Jashtme, por duke qenë konkret, siç ishin në vendet e tjera, në mjete, në fonde, në rrugë, në të gjithat që u komunikuan, siç komunikoi çdo shtet që ka përgjegjësimë për